Afati për aplikimin në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi 2025 po shkon drejt fundit, ndërsa fermerët dhe blegtorët kanë në dispozicion edhe 5 ditë deri më 30 maj për të përfituar nga pagesat e drejtpërdrejta që ofrohen përmes 8 masave mbështetëse të kësaj skeme. Në qarkun e Korçës është vërejtur një interes i shtuar, veçanërisht në skemën e naftës, ku janë regjistruar rreth 9300 aplikime deri tani. Po ashtu fermerët kanë aplikuar edhe për masat e tjera që lidhen me sektorin e blegtorisë dhe bletarisë. Skemat kombëtare kanë filluar që në datën 14 prill dhe do të vazhdojnë deri në datën 30 maj, edhe pak ditë, pra edhe 5 ditë pothuajse, janë ditët e fundit të aplikimit të skemave. Një interes të veçantë kanë pasur në disa skema, sidomos në qarkun e Korçës, interes të veçantë ka pasur skema e blegtorisë, pra gjedhit, ku kemi afërsisht 670 aplikime, ka pasur skema e të imtave, ku kemi pasur rreth 740 aplikime, ka pasur skema e bletarisë, ku kemi pasur rreth 630 aplikime, dhe ajo që është skema më masive ose që ka pasur më shumë aplikime, është skema e naftës, ku kemi pasur 9300 aplikime. Mëtej Gjolla u bën thirrje fermerëve të përfitojnë nga ditët e mbetura për të përmbyllur aplikimet e tyre në kohë dhe për të mos humbur mundësitë e financimit. Edhe në qoftë se s'plotësojnë gjithë dokumentacionin, mjafton të plotësojnë dokumentacionin e nevojshëm për të aplikuar që të përfitojnë nga këto skema. Ne do të vazhdojmë mbas datës 30 kontroll administrativ për plotësim dokumentacion. Por data 30 është data e fundit e aplikimit. Pra gjithë fermerët që nuk kanë aplikuar, ju bëj thirrje që të vinë të bëjnë aplikimet e tyre deri ditën e premte në datën 30 maj. Skema kombëtare synon të nxjisë zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë dhe blegtorisë përmes mbështetjes financiare për fermerët që plotësojnë kriteret. Aplikimet kryen online në platformën e Albania me asistencë nga zyrat e AREB në çdo bashki.